4 qershor. Ngriuni, luftoni për kombin tuaj, moto e Belo O'Reillyt për dhe Focus TV. Gazeta Sot, gazeta me tirazhin më të madh në Shqipëri, ka pasur një faqe duke cituar Focusin. Komentin, analizën tonë, do ta jap ta dëgjoni. Referuar Focusit. Aty shkruhet qëndrimi i Robert Papës në emisionin e tij Focus. Dhe sipas Focusit, Rubio ka uruar përmes një deklarate për shtyp presidentin e ri të Polonisë. Deklaratë se si urohet dikush një forcë politike kur fiton zgjedhjet. Nuk ka uruar ambasada amerikane në Poloni popullin polak dhe nuk ka theksuar se do të vazhdoj partneriteti i Amerikës me Poloninë. Deklarata është profesionale sipas protokollit, rreth një faqe, por vlerëson qëndrimin e Polonisë si aleate e denjë NATO-s, kontributin në aleancë, çka nuk është rasti për Shqipërinë. Pra prallat se zgjedhjet janë njohur në Shqipëri nuk qëndron. Ambasadori Bolton ma tha që ajo deklarat e vakët që urojmë popullin shqiptar dhe do të kemi partneritet me Shqipërinë ka dy arsye. Ose nga që departamenti është konfuz, i hotuar, ose mund të ketë edhe diçka më shumë pas. Në Shqipëri, në përplasjen midis PD-s dhe PS-s ka urvatje të mëdha. Rama paguan miliona edhe pse nuk ka lobist zyrtar për një vizitë në Washington. A do të jetë qok e Kushnerit pas miliardave të falura në Sazan? A do të jetë lobi hebrej që luan me dy porta si me Soros dhe me Trump? Ndërkohë lobistët e PD-s që kanë marrë më shumë se $6 milion, a do të realizonin të paktën vizitën speciale të kryetarit PD-s? Çasti është tani. Në qoftë se do të reorganizojë, do të nxitej një dëgjesë në Kongres, fatmirësisht në Senat. Kjo lëvizje ishte justifikuar. Personalisht mendoj tek kontaktet që duhet pasur me departamentin, jo përmes lobistëve. Ambasadori Bolton ma tha qartë, lobistët kanë lënë gjithmonë shije të keqe në departament dhe në pjesë të tjera të burokracisë amerikane. Shumë në Kongres dhe në Senat, në shtëpinë e bardhë, Bolton do ma thoshte që pagesa shumë të mëdha, rezultati vogël ose asgjë. Një grup demokratësh të rinj, ata që u votuan më shumë duhet të jenë fizikisht këtu dhe ne si Focus, por me disa veprimtar amerikan, mund ta ndërmarrim këtë ftesë. Departamenti do të kishte shumë dëshirë të dëgjonte për të hapur dyert të reja. Nuk pranohet një autokrat me 86 vota në parlament. Rama e di mirë, ndaj është i mërzitur. Rama ka probleme me drejtsinë amerikane dhe ai takimi i kreut shish shqiptar me drejtorin e CIA-s dhe Gabbard, që është në krye të inteligjencës amerikane, është pas vizitës së zyrtarit lart të Departamentit të Drejtësisë, tregon shqetësimet për kartelet e drogave. Pra, Amerika shikon Shqipërinë si shqetësuese për sigurinë kombëtare amerikane. Sepse Rubio priti ministrin e jashtëm të Maqedonisë Veriut dhe nuk mund të kishte pritur këtë të Ramës. Unë nuk bëj parashikuesin e kohës dhe të motit, që të them, do t'i njohin zgjedhjet, nuk do t'i njohin zgjedhjet. Çdo gjë është step by step. Deri tani janë të akullt, janë shumë të ftohtë. Duket që nuk e duan as Ramën. Pse mendoj që përmes medias dhe kontakteve fizike je më i suksesshëm të sjellës mesazhin tënd? E kam thënë disa herë që ne nuk jemi pikë me rëndësi të madhe për administratën amerikane, as për shtëpinë e bardhë, as për departamentin. Nuk jemi si Polonia. Pra, deklarata e urimit zyrtar nga Rubio tregon këtë. Polonia është shtet serioz, edhe pse qeverinë e ka të majtë, por ai, kryeministri, mund t'jap dorëheqjen. Një tjetër mesazh për ne. A do të vijë Rama në Washington? Përpara takimit të NATO-s, a do të vijë Rama në Washington? A do të realizojë ëndrrën e tij? Do t'ja ofroj Kushner, sepse kontrata ende vazhdon paraprake me Sazanin. Rama do shpërblim. Mund të afroj dhe me mira palestines të strehuar në Shqipëri, ose diçka ma linjëm shumë se kaq. Lobistët janë përpara një sprove. Do të asiguronin dot një dëgjesë të paktën në Kongres dhe atë vizën speciale për kryetarin e opozitës. Dëgjesa mund të sjellë një rezolut. Rezoluta sjell një lloj detyrime për departamentin amerikan. Mbaj mend dëgjesën në 91-shin, por dhe dëgjesën në 97-ën, ku ka pasur debate
përplasje të forta, kur janë mbrojtur ato sukseset demokracisë shqiptare dhe duke ritheksuar që Partia Komuniste Gjakatare e Hoxhës është kthyer me dhunë pushtet. Kemi kohë që nuk kemi ngritur zërin aty ku duhet. Kudo në Shqipëri. Ç'po ngjet në Amerikë? Presidenti Trump duket se po shkon rrugë në drejtë. Por, siç ju kam thënë, mos dëgjoni se çfarë thot Trump. Trump ka probleme karakteriale, narcisist, kërkon lajka dhe në kabinetin e tij ka vetëm njerëz jo besnik, tejet se besnik, filti, si në kohën e mesjetës, kur t'i përkulen feudalit njëshit tyre. E njëjta gjë ndodh kur shikon mbledhjet e kabinetit zotit Trump, që të gjithë anëtarët e kabinetit, shqip, ministrat, sekretarët e departamenteve, fillojnë të thonë në drejtimin tënd vetëm me ty bëhet kjo, me të drejtat e grave, kufiri u mbyll, domethënë ai i detyron të gjithë në një reality show për të nxjerrë që është dikush i suksesshëm, dikush i fuqishëm. Mënyra se si u kthye, se si fitoi, pa diskutim është brillante. A do të ketë sukses? Po të shikosh median e majt, është skandaloze, ka falimentuar, korrupsion i madh, ka përfituar $2 miliard nga meme coin, ka marrë një avion $400 milion gift dhurat nga Katari, problemi i madh etik, nuk po kalon dot ligji, billi, buxhetit në Kongres dhe në Senat, është Hitler, po mbështet shfarosin e palestinezëve, dështim fantastik si në Gaza dhe në Ukrainë, pra kjo është e majta. Në qoftë se do të shikosh me komentet që bën Bill O'Reilly dhe figura të tjera djathës, situata duket ndryshe. Inflacioni 2%, papunësia 4%, çmimi i energjisë ka rënë, optimizmi për financimet gjithashtu. Rregullat drastike të vendosura nga qeveria e Biden për të mbështetur energjinë e gjelbërt janë zhdukur. Pra Amerika duket se po ikën në drejtimin e duhur. Fakti që kufiri është mbyllur 99%. Në qoftë se shikon dhe pollet, duket sikur Real Politics, që është nga pollet më autoritare, këtu e nxjerr Trump 2% më pak për aprovimin e punës të tij, pra e nxjerr te 48%. Por ka 2-3 pollet tjera, Rasmussen, që e nxjerr te 50-51. Si ka mundësi që është më mirë se mandatën e parë? Çfarë ka ndodhur? Pra, ato urdhra ekzekutiv rufe që kanë hequr regulation e kohës Biden e kanë dhënë impaktin e tyre. Natyrisht që tek mediat e majta që e sulmojnë dhe shajnë shumë, janë futur dhe disa media të qendrës djatha që janë media reale të forta, siç Wall Street Journal, New York Post, që vazhdimisht jo e shajnë, po e kritikojnë ashpër dhe e tregojnë si idiot në qasjet e tij ekonomike. Wall Streeti natyrisht që përfaqëson aksionerët, klasën korporative kapitaliste amerikane. Trump, edhe pse vetë është miliarder, kërkon që ta fuz veten tek Main Street, jo tek Wall Street. Tani, një term që ka dalë nga Wall Street, taco. Trump always chicken out. Trump i gjithmonë si pul nga Afrika tërhiqet. Kjo ka bërë që investitorët e Wall Streetit nuk i shikojnë më me frikë ato urdhrat e tij për tarifat, sepse e dinë që ai do të chicken out, do të rriqet përsëri. Dhe kjo ka bërë që stoqet, mbasi humbën rreth $2 trilion rebounds, e kanë fituar përsëri. Në lidhje me Ukrainën, duket se Zelenski ka sa karta në dorë. Ju kujtohet në Shtëpinë e Bardhë kur i thënë you don't have the cards, nuk e asnjë kartë. Por me ato që ndodhi, duke
organizuar një plan mbi 1 vit e gjys për të shkatruar avionët transportues të bombardues bërthamor, tregon që Ukraina jo vetëm që është armatosur aq shumë sa mbase s'ka nevojë kur të hyjë NATO, por dhe ka një forcë rezistuese ndaj Rusisë, duke treguar që unë mund godas aty ku nuk e mendon. Në Gaza u kundërshtua plani afruar nga Trump. Në lidhje me Iranin, kanë dalë fjalë se Trump do të lejojë një lloj pasurimi të uraniumit. Megjithatë, menjëherë në rrjetet sociale Trump e mohoi. Largimi i Musk dhe përplasja që po ndodh me Trump tregon që Trump nuk është konservator fiskal, pra kërkon të rrisë shpenzimet, dhe uhaja nga 36-37 trilion do të shkojë me Trump të 45 për të vazhdojë me këtë ritme. Por sekretari Sorosian i Thesarit, Besant, i cili pati përplasje më të madhe me Musk, thotë se sa më shumë të ulim taksat, pra 4.5 trilion dollar që kërkon të ulen taksat dhe të jenë të përhershme, do të rritet prodhimi amerikan, GDP-ja, dhe duke rritur GDP-ja, do të marrësh më shumë buxhet. Trump ka dështuar 6 herë si biznesmen. Madje ka falimentuar 2 kazino. Pra, ideja që është biznesmen i madh dhe po bën çdo gjë si biznesmen nuk blihet, por si marketing Trumpi është briljant. Ideja e tarifave nuk është aq e thjeshtë. Trump nuk ka lexuar as Rooseveltin, as Wilson, as Atkinson, as Patton, nuk e di se çfarë realisht ngjau në luftën e dytë botërore. Roosevelti kishte studiuar Metternich për traktatin e Varsajës. Dhe amerikanët përmes Rooseveltit e kuptuan që Wilson gaboi kur nuk e kaloi në Senat atë që quhej Liga e Kombeve, që u vendos në konferencën e Parisit. Dhe ai, po të ishte gjallë, do ta krijuar ai OKB-n, Ligën e Kombeve. Menjëherë mbas fitores luftës dytë botërore, amerikanët menduan që të krijonin një tregti të lirë nga këto vendet e çliruara të Evropës për të eksportuar pafundësisht në Amerikë, pra të rritej prodhimi i europianëve, dhe lejuan vetë që të kishte disa tarifa proteksioniste nga europianët për të mbrojtur prodhimet e tyre nga tregtia amerikane. Kjo kishte një qëllim, të rritej mirëqenia e Evropës, të rritej jetesa e tyre, të forcoheshin, sepse përmes kësaj garantoi paqe. Ky është e Chelsea. Tani me këtë që kërkon Trump, kërkon të bëjë çdo gjë. A do ta bëj dot? Nuk dihet. Fakti është që nuk është bërë në një marrëveshje vetëm me Britaninë. Ka vënë tarifa, është tërhequr. Wall Street nuk shqetësohet më. Që duhet të jenë reciproke, po. Por Trump ka dëshira që Europa të paguajë një fi që unë të mbroj ty. Nuk ju mbroj më. Do mbrojeni vetë. Nuk mundet Europa të krijojë forcë ushtarake të paktën pa 20 vjet. Por dhe Rusia nuk është Bashkimi Sovjetik. Në këtë përplasje të madhe, bota është bërë trepolare. Amerikë, Rusi, Kinë. Realisht për mua është dy polare si forca ekonomike. Amerikë, Kinë, por mund të India, Rusia është forcë ushtarake e madhe. Perandori në mentalitet. Ajo vizitë e Bill O'Reilly në Kinë, e kryer personalisht me financat e agjencisë që ai drejton, ka 30 milion shikues dhe lexues. Tregon që Trump mund të ketë këtë idenë të lidhë një partneritet për paqe dhe prosperitet me Kinën, çka do të ishte në të mirë të botës. Por Kina është vend komunist, është vend autokrat. Problemi kryesor i tyre është Tajvani. Nuk duan t'ja dinë për studentët që vinë këtu, nuk duan t'ja dinë edhe për tarifat, sepse do t'a gjejnë një marrëveshje. Në fakt,
në përplasjen e tarifave, ata që mbasin janë kinezët. Kina ka nevojë të eksportojnë në Amerikë, sepse ka 1.5 miliard njerëz që duhet i ushqej. Atë çast që Trump shkoi me 145% tarifave, çmendur, pati protesta nga punëtorët kinezë, që s'ka pasur kur. Në ditën gjë ndodhe me prodhuesit gjerman, në qoftë se nuk vjen Audi, Volkswagen e Benzi këtu, nuk ka çek për punëtorin gjerman. Dhe Trump këtë e di. Këtu është forca e tij. Natyrisht që ja kam thënë disa herë që nuk don t'ja di për botën. E përbuz BE-n, dhe ndaj vizitën e parë bëri në Arabinë Saudite, në vendet arabe, nuk ka ndodhur kjo me president amerikan. Vizita e parë bëhet në Kanada, në Angli, në Britani, për të treguar aleatët. Pa ai shkon te dollari. Por u premtuan 10 trilion dollar investime. Nuk mund të thuash që nuk e suksesshëm. Kudo në Shqipëri.